Një ndër shembujt më të shkëlqyer të respektimit të urdhrave të Allahut dhe të rrugës së tij është edhe shembulli i flokëtares së bijës së faraonit. Një ditë, ndërsa flokëtarja ja krihte flokët bijës së faraonit, asaj patërën krahri në tokë, dhe kur ajo ulta merrte tha: Bismillah, në emër të Allahut. Bija e faraonit e dëgjoi flokëtaren dhe i tha: Babai im është Allahu. Por flokëtarja ju përgjigj: Zoti im, Zoti yt dhe Zoti i babait tënd është Allahu. Atëherë bija e faraonit i tha: Do ta njoftoj baban tim për këto fjalët tuaja. Dhe ashtu bëri. Kur faraoni i kuptoi fjalët e flokëtares, i tha: A ke zot tjetër pos meje? Flokëtarja i tha: Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Kur i dëgjoi këto fjalë, faraoni pyeti: A ka flokëtarja fëmijë? Po, ajo ka 4 fëmijë, bile njërin e ka ende në gji, ju përgjigjen faraonit. Me të dëgjuar këtë fjalë, faraoni kërkoi që t'ia sillnin 4 fëmijët e flokëtares si dhe një kazan të madh me ujë, ndërsa nën ta të ndezin një zjarr të fortë. Faraoni mori fëmijën e madh të flokëtares dhe i tha asaj: A keti zot tjetër pos meje? Zoti im dhe Zoti yt është Allahu, ju përgjigj flokëtarja. Faraoni e hodhi fëmijën në zjarr para syve të nënës dhe fëmija filloi të bërtiste derisa u dogji tëri. Faraoni bëri kështu edhe me fëmijën e dytë dhe të tretë. Dhe ata u dogjën sikurse vllai i tyre i madh. Dhe gjithë kjo ndodhi para syve të nënës tyre, e cila kishte vetëm një përgjigje: Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Më pas radhe i erdhi fëmijës më të vogël, i cili ishte akoma në gji. Zemra e flokëtares filloi të dridhej dhe krahërorit i ngushtoi. Por në atë moment fëmija i vogël filloi t'i flasë nënës tij: Bëj durim, oj nëna ime, sepse ti pa dyshim je në rrugën e vërtet. Pas kësaj faraoni e hodhi në zjarr fëmijën bashkë me nënën e tij. I dërguari i Allahut, Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, me të kthyer pas udhëtimit në natën e Isras dhe të Mirajit, ka thënë: Derisa po udhëtoja në qiell, ndjeva një aromë të bukur të cilën asnjëherë më parë nuk e kisha ndier. Ndaj e pyeta Gjibrilin: O Gjibril, ç'është kjo aromë? Ai më tha: Është aroma e flokëtares së bijës faraonit dhe 4 fëmijëve të saj. Allahu i Madhërisëm në Kuranin Fisnik thot: Të dërueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Vepra e vetme të cilës nuk i dihet shpërblimi është durimi. Vërtet, durimi më i madh është të durosh në rrugën dhe fenë e Allahut.